Pse shqiptarët vuajnë më shumë nga tensioni i lartë i gjakut? Sëmundjet për të cilave vuajnë më shumë shqiptarët janë hipertensioni, i njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave zyrtare të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, tensioni i lartë i gjakut futet tek sëmundjet kardiovaskulare bashkë me diabetin që janë ndër sëmundjet për të cilat shqiptarët vuajnë më shumë. Por gjithashtu, konkretisht rreth 250.000 persona që rimbursohen me barna marrin edhe trajtime për tensionin, e më pas vijnë ato të diabetit me 70.000 persona dhe më shumë që rezultojnë në ndikimin kryesor të problemeve të shqiptarëve. Por faktorët mund të jenë të ndryshëm. Tensioni i lartë trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqimet që e rrisin tensionin. Nëse dëshironi të shmangni rritjen e tensionit, evitoni mishin e kuq të përpunuar, gjithashtu turshitë e gatshme, alkoolin dhe ëmbëlsirat e paketuara dhe pijet energjike, sepse ndikojnë negativisht në çështjen tuaj.